Nëse i thua personi që dashuron je angel, a është kjo gjë shirk apo e qortueshme në fe? Kjo është një pyetje e ngjashme me atë që thotë, nëse i thu të dashurës tënde o shpirt, a ke po shok Zotit? S'është e qortueshme në kaqe, sepse këtu funksionon alegoria, metafora. Nuk ka asnjë lloj problemi, sepse këtu nuk e kupton kur personi që i drejtohesh se nuk ndihet angel, thjesht ndihet i vlerësuar. Nuk ndihet as shpirt, se ka trup kocka, por thjesht ndihet i vlerësuar. Po edhe i thu zemër për shembull. S'ka asgjë, mund të thush zemër, mund të thush shpirt, mund të thush jeta ime, mund të thush jetë gjithçka për mua, mund të thush kur çohem gjes tek tim shkon mendja dhe kur flej gjumë, flej me ty, etj etj. Vetëm se koncepti i personit që dashuron në Islam është koncepti i halallit, se mos na e keq kuptoj dikush.